Për festën e Fitër Bajramit u zhvilluan vizitat e autoriteteve lokale në Myftininë e Fierit, në xhaminë e qytetit, deputet, autoritete lokal, përfaqësues të kishës katolike dhe ortodokse, të gjithë mblodhen bashk për të festuar këtë ditë të veçantë. Deputeti i Partisë Demokratike Luan Baçi, bashkë me urimin, ka vijuar dhe me akuza ndaj mazhorancës. Jemi këtu te xhamia me shumë respekt për Mikelin, Myftiun, në një vizit me ftesën e zotërisë që ne folëm, për të uruar Fitër Bajramin, një fest për muslimanët, po përmbar shqiptarët kudo që janë, zakonisht ne shqiptarët i festojmë të gjitha festat, duke uruar mbarësi, begati për çdo familje shqiptare dhe halal sakrificën, solidaritetin, kujdesin për njëri tjetrin që është pas agjerimit nga muaji Ramazanit. Edhe njëherë gëzuar të gjithëve, gëzuar edhe juve përfaqësuesve të mediave lokale të Fierit me shumë përzemërsi për punën tuaj profesionale. Pavarësisht frymës fetare që ju thoni apo një festë që është e përbashkët, sinqerisht më lejoni të them që unë personalisht, po jo vetëm unë, të paktën në strukturat e PD-s, Degës, Fierit dhe gjithë të tjerët, nuk besoj se na shkon të bëhemi bashkë me hajdutët, as me Belinda Ballukun, as me Armando Subashin. Nuk mund të vish në një vizit kur janë individ që nuk janë në pushtet me vota, po janë me vota të vjedhura dhe po akuzohen ditë pas dite për vjedhje dhe korrupsion. Kemi Belinda Ballukun, drejtuesen politike të qarkut të Fierit nga Partia Socialiste, që është marrë pandehur dhe mbrohet me kartonët e votave të deputetëve të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës. Me njerëz të tillë nuk mund të bësh bashkë asnjëherë. Një harmoni në marrëdhënie ka reflektuar kleri Hirësia e Mitropolisë Apolonis dhe Fierit At Nikolla, bashkë me klerin katolik. Të dy ata u shprehen se besimi mbetet një shpresë në këtë botë të trazuar. Rahim, me emrin e Allahut gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, gjitha përshëndetjet në përzemër i çojmë për profetin tonë Muhamedit alayhis salam. Në këtë ditë të bekuar, urimet më të përzemëra për gjithë familjarët, për gjithë besimtarët musliman, për gjithë qytetarët e qytetit tonë të Fierit, ke një festë lumtur, paqe, harmoni, të kenë mirësi të pafundme në familjet e juaja, dhe Zoti të beqatoj me mirësitë e tij dhe Zoti na ketë pranuar të muajit sakrificës, muaj që jemi afruar më shumë me Zotin e botëve, dhe jemi kthyer në origjinën e pastër, kur të jemi më shumë solidar ndaj njerëzve në nevojë, me dashuri më shumë për njerëzit në nevojë, me dashuri më shumë për njeriu, në mbështetje për gjithë shtesat në nevojë, më afër Zotit, më afër njerëzve. Këtë kjo festë paqe, gëzim dhe begati në familjet e gjithë shqiptarëve, Zoti e bekoft Shqipërinë. Zoti ju shpërblet të gjithëve. A ka patur diçka të vetë? Prefekti i qytetit dhe deputetët, drejtues të administratës lokale, vijuan vizitat e tyre për ditën e Fitër Bajramit.